Liri dhe siguri të cilën na duhet ta mbajmë tash. Duhet të ruajmë dhe të kujdesemi për to sepse lirinë dhe sigurinë e bën njeriu. Neve na duhet që tash liri dhe siguri në mes vete. Të nderuar vëllezër besimtar. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e kishte marrë mbi supët e tij përgjegjësinë dhe misionin më të rëndësishëm, por edhe më të rëndë. Kishte mision prej Allahut lartësuar, i ngarkuar prej tij pra, që njerëzit t'i vetëdijsoj duke i kthyer në besim të drejtë, duke i kthyer në bindje të drejta dhe duke i kthyer në rrugë të drejtë për të jetuar, të vepruar dhe për të folur mirë dhe marë. Dhe pjesë e këtij vetëdijsimi, padyshim ishte që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk linte mundësi vetëm se u kujtonte shokëve të tij pastaj edhe neve përmes tyre për rëndësinë e vlerësimit të nimeteve, dhuntive dhe begative të Allahut. Se ato duhet të vlerësohen, ato duhet të ruhen dhe duhet falendëruar, po edhe lutur Allahu i lartësuar për to, që të mos na i merr dhe të mos na largojë. Të nderuar vëllezër, duke u nisur nga ky parim, pejgamberi alayhi salatu wassalam shpesh u ligjëronte shokëve të tij që të jenë të ndërgjeshëm dhe të dinë të falenderojnë Allahun e lartësuar për nimetet dhuntit e tij dhe t'i vlerësojnë ato drejt, t'i ruajnë dhe t'i kultivojnë edhe më tepër. Dhe në mesin e këtyre ligjërimeve, padyshim është fjala e tij e njohur e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kur një ditë ju tha shokëve të vet, men asbaha aminan fi sirbi. Kush zgjohet mëngjes edhe është i sigurt, ka liri në veten e tij dhe familjen e tij. Pastaj ka me hangër edhe me pi dhe gëzon shëndet, atë ditë është sikur se krejt bota mu ju pas dhënë atij. Që do të nderuar vëllezër, se nëse njeriu nuk i ka çto edhe m'ia dhon botën, nuk i duk. Ai i cili s'ka sigurinë, ai i cili s'ka stabilitet, s'ka liri, çka i duhet? Çfarë do pasurie me pas të vetën? Ai i cili nuk ka shëndet, çka i duhet? Bota m'ia dhon. Po dhe ai i cili nuk ka çka me hangër edhe me pi edhe me pas pasuri, përderisa me to s'mundet me ble ushqim, çka i duhen. Mirë, po neve po na intereson më tepër kjo e para. Domthon liria, siguria dhe stabiliteti, për cilën pejgamberi alayhi salatu wassalam i kishte porositur shokët e tij që ta lanë vendlindjen sepse nuk e gjenin vendlindjen e tyre. Nuk ishin të sigurt në vendin në të cilin kishin lindur, i kishin pronat e tyre, pasuritë e tyre, ishin aty të rritur brez pas brezi dhe i porositi që ta linin vendlindjen dhe të shkonin në një vend ku ka siguri dhe ka liri. Dhe pikërisht shokët e tij sallallahu alaihi wasallam, të gjindur përballë torturave edhe mizorive që ja bënin pabesimtarët, pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, shpërnguleni. Shkoni në një vend që quhet Abisini, aty është një mbret i drejtë i cili nuk bën padrejtësi dhe ka liri e tij. Sepse s'po e gjejmë këtu lirin, s'po ka këtu siguri për neve, për trupat e tonë, për jetën tonë, për familjet tona, për pasuritë tona, andaj shkoni atje. Ku? Në një vend në të cilin flitej krejt gjuhë tjetër, në një vend i cili ishte në fe tjetër, mirë po në atë vend mbretëronte siguria dhe mbretëronte liria dhe për ata pejgamberi alayhi salatu wassalam i orientoi shokët e tij të thonin atje. Pastaj edhe vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam, duke u gjendur përballë mungesës së sigurisë edhe lirisë, Allahu i lartësuar e urdhëroi që ta linte Mekën dhe të shkonte në Medinë. Pse shkoi në Medinë? Pse i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kur e la Mekën, i dolën lot. Edhe po i thotë oj Mekë, aq shumë janë të lidhuna zemrat tona për ty, saqë kur s'kish milon të gjallë, mirë po ja që njerëzit po na largojnë edhe po të tyrohemi me u largu prej këtij vendi. Do thotë e la pejgamberi alayhi salatu wassalam, mirë po i mbetën syt nga Meka, i mbet zemra në Mekë, të cilën e donte. Mirë po s'ka siguri aty. Nuk ka liri për me zhvillu jetën normal, atëherë u detyru me kalu në një vend tjetër në Medinë. Pastaj kur shkoi në Medinë pejgamberi alayhi salatu wassalam, filloi me organizu shtetin. Filloi me ndërtu një shtet në baza të shëndosha e parimeve kryesore të këtij shteti është liria, siguria dhe stabiliteti. Fillimisht musliman po i mëson se çysh duhet më usjell njëri me tjetrin, edhe çysh nuk duhet asnjëri me cenu ose me rreziku lirin edhe sigurinë e tjetrit, mirë po njëkohësisht bani marrëveshje edhe me pabesimtarët që ishin në Medinë.
Dhe në marrëveshje shkruanin mesin e pikave se as na nuk ju rrezikojmë juve, po dhe ju nuk duhet më na rreziku neve në lirinë tonë, në familjet e tonë, në pasurinë tonë. Dhe kështu pejgamberi alayhi salatu wasalam pasi që e vendosi këtë bazë me plot të drejtë, po e thot një kërcënim për atë i cili synon me e prish këtë stabilitet dhe me e minu këtë liri. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, men ahdatha fil Medine, ai i cili bën trazina, sjell pasiguri, e cënon ose e rrezikon lirin këtë vend, fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in. Mbi ta është mallkimi i Allahut, mallkimi i melaqeve dhe i kretë njerëzve të tokës. Domthon kaq shumë mallkim dhe kaq gjuna i madh për shkak se po don me e prish një rend të cilin po e vendos pejgamberi alayhi salatu wasalam. Po don me largu një nimet, ose tenton me largu një nimet, ose me zbehate, ose me rreziku ekzistencën e tij, e që është siguria, liria, stabiliteti, paqja në atë vend. Në anën tjetër, Allahu i lartësuar, duke i nxitur dhe duke i joshur njerëzit që me bë besimtar, edhe duke u treguar frytet e besimit, se nëse bëhej besimtar keni me gëzu këtë, në mesin e joshjeve, edhe nxitjeve që po ja u bën Allahu për mu bë besimtar, thot alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ata të cilët kanë besu, bëhen besimtar, dhe besimin e tyre nuk e përlyn me mosbesim ose forma të ndryshme të idhujtarisë, ata do të kenë siguri, stabilitet, paqe dhe liri. Edhe pse shumë prej dietarëve kanë përmendur se kjo është për botën tjetër, mirë po, ajeti nuk e përjashton mundësinë që ky person me gëzu stabilitetin, me gëzu qetësinë, lirinë edhe në këtë botë. E aq më tepër kur në një shoqëri përhapet Islami, edhe përhapen vlerat e Islamit, edhe përhapen mësimet madhore të Islamit, të cilat janë shumë të mira, madje janë të pakrahasueshme dhe të pazavendësueshme, patjetër se ka mu përhap liria, siguria dhe stabiliteti. Për ata pejgamberi alayhi salatu wassalam thot nuk ka besuar, nuk është besimtar që duhet, nuk ka besuar, ose nuk është besimtar që duhet 3 herë. Shokët e tij thanë, oj dërguar Allahut, kush është ky që pas ka marru puna e tij? Puna e tij pas ka marru, pas ka falimentu, kush është ky? Thot ai i cili nuk është rahat prej tij këshia. Po s'ka siguri këshia prej këshis, atëherë s'është musliman kë. Pastaj në një vend tjetër pejgamberi alayhi salatu wasalam tha muslimani i vërtet është ai nga dora dhe gjuha e të cilit tjerë janë rahat. Po çka? Me gjuhën, muslimani me gjuhën e vet, me dorën e vet, edhe me veprimet e veta nuk duhet as me i shku në rben që me e cenu lirin, stabilitetin, paqen e tjetër. Ky janë mësimet e Islamit, e për ata Allah i lartësuar, po i josh muslimanët, njerëzit po i josh që më bë musliman, se kur të bëjnë musliman keni me gëzu këta, keni me gëzu paqe, stabilitet dhe siguri. Dhe sa më fetar, dhe sa më të përmbajtur në mësimet, ndaj mësimeve të Allahut të lartësuar dhe fesë në përgjithësi, që janë njerëzit, aq ma shoqëri e shëndosh, aq ma shoqëri e sigurt, aq ma shoqëri e marrështaj. Por ndryshe, kur humbin këto vlerat, përhapet pastaj pasiguria, përhapet hajnia, përhapet zinoja, përhapet bigjozi, përhapet dukuritë të shumta të cilat pastaj e largojnë, e minojnë ose e zvoglojnë sigurinë në atë vend. Të nderuar vëllezër, nga krejt këto që u them, ajo që duhet ta kuptojmë dhe ta marrim si mesazh është se liria, siguria është nimet prej Allahut të lartësuar, i cili duhet të vlerësohet, duhet të ruhet, edhe duhet ta lutim Allahun e lartësuar që më na lënë sa më gjatë. Të nderuar vëllezër, ata që jenë në moshë më të shtynë, nëse e kthejmë situatën para 26-7 vjet, ku jemi kon? Që s'kemi pas siguri, as kemi pas lirinë edhe më të thjeshtë. Si ishim të sigurt në shtëpitë tona, si ishim të sigurt në pasuritë tona, si ishim të sigurt në veten tonë dhe familjet e tona. Sepse dilte njeriu dhe mund të më u kthy në tabot, ose me sjell dikush të vram, ose nëse e gjanin xhenazën. Pastaj shumë probleme të tjera. Ndërsa Allahu i lartësuar me madhninë e tij, me urtësinë e tij, boni disa faktorë të ndryshëm, i boni disa sebepe përmes të cilave pastaj na erë liria dhe na erë siguria. Liri dhe siguri të cilën na duhet ta mbajmë tash. Duhet ta ruajmë dhe të kujdesemi për to sepse lirinë dhe sigurinë e bën njeriu. Neve na duhet që tash
liri dhe siguri në mes vete. Sepse rreziku i madh, rreziku prej armiqve të jashtëm ka kalu. Mirë, po e kemi problemin, rrezikun edhe prej armiqësive të njëri tjetrit. Të nderuar vëllezër, çush ka mundësi, mundi sigurt, kur në shoqëri përhapet hajnia më të madhe. Ai si lodhet ton ditën, edhe nuk i nalën ndjerst, edhe atë pak pare që e fiton, nuk është sigurt me pru të shtëpia, se del dikush në rrugë ja merr, ose e vjen të shtëpia, vjen ja merr dikush. Çfarë siguri është kjo? Çfarë liri është kjo? Ose del prej shtëpisë mirë, por nuk është i sigurt për familjen e vet që i kalon të shtëpia. Se mos po hin dikush vën diçka. Ose del në rrugë, mirë, po gjithashtu nuk është i sigurt për jetën e vet, sepse jeta bëhet e lirë, sikur se ka filluar më u bë e lirë sot. Të nderuar vëllezër, gjitha këto vrasje, gjitha këto lëndime, gjitha këto vetë vrasje që po shtohen dita ditës shoqërinë tonë. Çfarë sinjali janë këtu? Çfarë sinjali janë këtu? Këto janë sinjal se çdo vrasje, çdo shurje e jetës pa drejtë, nuk kupton se siguria në këtë vend po shkon të utkurr. Për arsye se del njeriu prej shtëpisë vet pa i pas hak kërkujt, e lajmërojnë hajde merr nëse e keni kufum në spital. Ose del si është mas miri në rrugë, me aksidente të shumta, me pakujdesin aksidente. A jemi duke dëgjuar çdo ditë se në filan aksidentin mbeten kaq viktima. Kaq mbeten të lëndum. Sa i lëndum, sa njeri ka mbet në kolicë, edhe sun lëviz më prej aksidenteve të pakujdesshme. Neve na duhet një siguri edhe një liri shpirtërore, më u liru prej problemeve edhe prej cilësive të egra që mundemi me bart shpirtin tonë. Neve na duhet më u liru edhe me fitu një paqe dhe një stabilitet me vetveten, më liru prej zilies, më liru prej inateve, prej fanatizmave, prej armiqësive o rrejtjeve që kemi mes veti. Neve na duhet një siguri edhe një liri në punë, neve na duhet një siguri edhe liri, edhe kur dalim jashtë shtëpisë, edhe në shtëpi, edhe në pasurinë tonë, edhe në nderin tonë dhe gjitha këto. Këto i bojmë na, të nderuar vëllezër. Këto ja sigurojmë njëri tjetrit na. Kur ne e ndihmë njëri tjetrin se pasuria e tij është e paprekshme, se lejohet me prek, deri i tij është vije kuqe që s'ban me e prek. Gjaku i tij edhe vije edhe më e kuqe edhe më e trash. Atë kështu e bojmë na siguri. Edhe kështu e ruajmë njëri tjetrin. Edhe kështu i thellojmë edhe më tepër themelet edhe rrënjët e sigurisë, qetësisë, stabilitetit, lirisë, të cilën e gëzojmë elhamdulillah në krahasim me ato që e kemi pritur më herët. Andaj të nderuar vëllezër, ky është mesazhi. Ne kemi liri, ne kemi stabilitet, paqe, siguri, aq sa punojmë për to. Punojmë pra, punojmë pa u kursy, sepse fundja nëse vetëm një njeri që punon. Se dikush do të mundet me thonë, çka bëj unë? Kur të tjerë kretin to ecë prapë. Kur të jetë ju kanë kthy hajnijes, çka bëj unë nëse i përmbahem edhe nuk mirra me hajni. Çka bëj unë nëse të tjerë janë shu në zina? Çka bëj unë? Bën shumë. Bën shumë, mos pari nuk e rrit numrin e atyne. E dyta nuk je vet, ka plot tjerë. E treta mundesh me qenë shembull, ja filloni po mujka, edhe pa hajni, edhe pa rën, edhe pa mashtrim, edhe pa drejtësi. Edhe kështu gradualisht fillon më ushtu numri i të mirëve, edhe kështu fillojmë me ndi edhe me përhap edhe më tepër sigurinë, qetësinë, lirin, stabilitetin në vendin tonë. E lutem Allahun e lartësuar që këtë vend këtu dhe të gjitha vendet e muslimanëve kudo që janë, Allahu t'i bëjë të sigurta, stabile, të qeta, ku njerëzit frymojnë lirë. E lutem Allahun e lartësuar që çdo kush i cili ka synim me cenu ose me rreziku lirin, stabilitetin tonë dhe të muslimanëve kudo që janë, Allahu t'ja u kthej në trupat e tyre, në shtëpitë e tyre, në vetet e tyre, që të mos kenë vakt më u marr me askën, por të mirë me veten e tyre. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.